Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Blerina Bombaj, lista e zezë e ushqimeve që nuk duhet të konsumoni. Dietologja Blerina Bombaj ka përgatitur një listë të ushqimeve që mund të konsumoni dhe një listë tjetër me ushqimet që duhen evituar nëse doni të humbisni peshë. Ja lista me ushqimet me të zezë të palejuara pra. Nga ushqimet që përmbajnë proteina, nuk lejohen panceta, sallami, salcicet, mishi me dhjam dhe të brendshmet. Nga frutat dhe zarzevatet, patatet e skuqura, frutat e thata. Nga sheqernat, të gjitha llojet e bukës së bardhë, orizi i bardhë, makaronat e zakonshme, tortelinet, raviolet, picat, keku, croissantët, krepat dhe vaferat. Nga yndyrnat, nuk lejohet gjalpi, margarina, salcat e gatshme, kremi i qumështit dhe kost me yndyrë të plot, vajrat e tjerë bimor dhe gjalpi i stikave. Ndërsa më poshtë është lista me ushqimet që janë me jeshile, pra ushqimet të lejuara. Ndër ushqimet që përmbajnë proteina përfshihet mishi i pulës, mishi i bardhë pa lëkurë, mish gjeli deti, mish viçi pa dhjam, peshku, karkalecat, ndërsa nga frutat dhe zarzevatet, spinaqi, lakra, brokoli, lule lakra, kastravecat, domatja, karrotat, sallata jeshile, lakra e kuqe, radikjo, pazia, rukola, kungulli verdh, mashurkat, patlıxhani. Nga sheqernat, të gjitha llojet e bukës integrale, makaronat integrale dhe orizi integral apo orizi i zi. Nga yndyrnat, vaj ulliri ekstra i virgjër, qumësht pa yndyr deri në 0.5%, kos, djath me më pak se 10% yndyr, bajamet, lajthit, arrat dhe farat e lirit. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.